Musliman, kur të falni, ka thonë Muhamedi alayhi salam, falnu e sartë, falni merrni një sutra, një perde, një pengesë mes teje dhe hapësirës. Mas miri, afronë të muri, të ormani, këtë gabim e bojnë shumë në për xhamia, shumë. Po edhe e bojnë nanat dhe motrat tona të shtëpia shumë. E sheh motrën tonë falet midis sallonit edhe komplet e ka qelë përpara. Manë musliman. Sartë falesh, merë një kësi pengese. Kjo pengesa duhet me kanë spaku ka që madhe. Kjo është minimumi. E nëse është me a madhe nuk pengon. Nëse falesh të shtëpia, shkurt, falu të një orman, të një krevet, qitë diçka për para. Edhe le hapësir mes kësajna, pengeses, edhe teje, tre kësi. Shkurt mira, sa bjen sejde? Birtin sejde? Kur të bësh në sejde, këtu të me met një hapësir e vogël. Qaj sa kalon një dele për shembull. E vëcër një hapësir, që ka qosh mos me të pengu. Ka që do të me kanë. Me rëndësi musliman, sa artë falsh, qita një penges. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, në qofë se donë me të kalu dikush. Provo me kalu kështo. Kjo do të me të pengu ty. Nëse dikush donë me të kalu, ka thonë Muhamedi alayhi salam, penguë, për shkak se me këta është shejtan. Do me thonë, penguë mëse le me të kalu. Ama musulmanami pengu krejt xhamin, nëse se ke qitë këta qite, ose falu të muri për para. Këshilla jam është falu për para të muri. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, me kanë me ditë kë, sa keq është me i kalu këtina për para, prit 40. Ka shpytja, nëse kë falet, edhe nuk ka qitë kësi pengese heq, edhe kë i kalon, kë krejt i mergjinohet. Po në qovë se kë, po falet edhe ka qitë penges, ose është afru të muri, mësarën, o afru të muri, kjo është me e mira, edhe kjo shka një kalon, kjo shka këti ka marë, kjo nuk ka më faj, këtë fajet, këtë gjunahet, i merë kjo për siper. Të më thonë, kujdes, na kina pa njerës që veç hinë nderë gjamis, edhe nalën, edhe falën, që të nalet, a edhe falet, thute që u nalë me pa krejdujeja që po falet, hajde vla për para, ka thonë Muhamedi alayhi salam, drejtoni safat, që shi drejtojnë me lejke, prej fillimit, safën e parë, dytën, tretën, jo më nalë të dera. Këshill, nëse dikush nalët të dera e xhamis, më falë, mos e këshërë me hakin e tina, kalo para tina. Çdo musliman e ka një hak. Mirë po, ai ju ka hi krejtëve muslimanëve në hak, kështu që haki tina bjen ma, nuk këshyret. Nëse nalët të xhamia ai më falë, kaloni përpara, mos e këshërni me hakin e tina, por shkak se haki tina nuk mirët ma parasysh, por shkak se ajo ka zonë krejtëve muslimanëve udhën edhe i ka pengu. Sidomos don mi fal mas xumas, don më falë. A ke pa? Këtë musliman është përgut, e ka fëmin kërë, është të qunanën të mjeki, është të shku në punë, e ka falë gjuman, a i don me shku, aja ka zonë udhën atje të falë paradere. Jo musliman, shko përpara, gjithë shka të muri përpara. E në qofë se është safi pari mosht, atëre të safi dytë. Po besoj që ke e qartë, gjithmonë merrni kujdes nana dhe motra, edhe të shtëpia, falno të një orman, të një karrik, gjaj diçka edhe falu në afërsitë sajna. Mos u fal me hapësirë. Pyetje, nëse një fëmijë kalon, Allah na fal, kur mos u bë marak për këta. Megjithatë, merr pengesën gjithmonë. Do të thonë që do të më kanë kësi. Ke, veç merr një pengesë që të para vete. Po besoj që ke e qartë, u mënova me fol shpejt që më kanë koha ju më e shkurt. Allahu azza wa jalla wa alaikum. Selam aleikum.